që ne duhet ngrihemi kështu e bonja i Shqipërisë, Jo, fotografi. Prapë unë thamë ta fitoj Rozana Radi, sa është patriote dhe ai ishte një gabim për mendimin tim, por nuk duhet ta marrim nëse mund të jetë në çdo show televiziv që A mendon që ekziston shoqëria mes një djalit edhe një vajzës? normal që Ekziston. A ki shoqet e? po e kam. Shoqet aman. Dhe shoqet e ngushtë aman, po. Çfarë tema ma shumë diskutoni me shoqen e ngushtë? Po thuj se të gjitha. Gjithat? Po. Ketë problemet, krejt hallet i tregon. Po, si ajo të vetë dhe mirë, po. Më falë që po të pesa i martum. Jo, për qartë. Nëse martosh edhe gruaja jote të thotë që dësh me ikë shoqen e ngushtë, Fare, të vas. a i kishe ikë shoqen e ngushtë? Jo, unë jo, nuk e heq. Nuk e kishe ikë, a? Okej, në rregull. E ty çka po të pëlqen ma shumë Prishtinë? Me thënë drejtën, ishim prizën paradite, Po. edhe me Prishtinën hera parë që vinë Kosovë. Me Prishtinën, po, hera parë. Edhe më pëlqen shumë, sidomos jo Kosova, po Dardania, se është popull, pjesë e Shqipërisë. Por Prishtina ka sa ndryshim më të madh çik me Prizenin. Prizreni ishte më pëlqej më shumë se këto. Pse të pëlqej Prizreni ma shumë, nashta qyteti pak më antik doket. Po, më antik, se u paga shumë ato pëlqej më shumë. Ato të pëlqejnë më shumë, po. Këtu njerëzit mirë. Racistë si shqiptarët, jo? Jo, njerëzit janë shumë mirë. Janë shumë të mirë njerëzit. Po, shumë mirë pitës, edhe unë kam shumë shoh nga Prishtina. Edhe i përshëndes, janë antar tifozëve Kuqezi. Qa po menon që jam shëjozi shpullgjistit? Ai ishte një gabim për mendimin tim, por nuk duhet ta marrim nëse mund të jetë në çdo show televiziv që si njerëzit tonë në veri të Shqipërisë apo në Shqipëri nuk duhet ta marrin të mirëqenë, se mund të është edhe mund të jetë i kërdis nga studio televizive nga ato, po gjesti nuk ishte. Pëlqen periozin, a ju ka hik pëlqimin në atë moment? Jo, ose ndjek, me të drejtë nuk e ndjek fare Big Brother. Aliona, atë lajmëroj pak që shka ndodhë. Jo, kjo po, këtë interesin e kam pat, gjithë që ndodhi, po, tashi ajo ndodhi, nuk është që ne duhet ngrihemi kështu e bonja i Shqipërisë, jo, ta më puna, ta përfaqësojnë veç vetën. Dy goca shparë dhe thanë, ty i bon fjalë, që jo e për punë e Jozit me gjestin, po, kjo është. Qa po mendon, të janë a përfaqësojnë ata neve as na përfaqësojnë? Jo, hiq. Hiq, veç vetën e vetë e përfaqësojnë, e vërtet, ja. Vetëm të pëshendën, vetëm për atë. Pa i kondër që ty në show... Po, se është dhe show që nuk është për të ndjekë edhe në familje, është për ato që transmetojnë atje. Po, prapë unë thamë ta fitoj Rozana Radi, sa është patriote dhe... E pëse jo gjesti? Dhe gjesti ta fitoj, jo dhe gjesti. E pëse ja të Rozana Radi pas ke qef me fitu? Po dhe gjesti ka lujt mirë bre? Jo, loje nuk e di me të ndajnë, nuk e di, nuk e ndjek, seriosisht se ndjek. Po edhe mu më pëlqen Rozana Radi, se edhe ka karrierën e bukur, e njohë me jemi rrit me Rozana Radin, po sa i përket lojës nashta po menoj që gjesti. Nuk e di, seriosisht loje, nuk e di, po për pjesë të kësaj, se ne si ndajmë ato të Kosovës me Shqipërisë, jemi një, është turp. Edhe këto që ndodhin, edhe pyetje nuk duhet me po. Se ne jemi një, jo, s'është se të gjithë me qenë piqësh, si nga Kosova, isha të goca shpara, të tërme, o po shoh dhe komentën e për rrjetet sociale, nuk janë gjëra këta, s'janë normale, hiq. Nuk janë normale, fare. Ja, pe bojnë na Shqiponjën, me qenë se jeni prej Elbasanit. E bojmë, Qështu? ne bojmë një fotografi.